I zhdukur prej një viti gjendet një trup I pajet në Rumani, dyshohet se I përket alpinistit britanik. Një trup është gjetur gjatë kërkimeve për një 18 vjeçar britanik, I cili u zhduk vitin e kaluar ndërsa po bënte ecje në Rumani. George Smith, një student I gjeologjisë në Universitetin e Bristolit, u zhduk në nëntor. Të shtunën policia e Von dhe Somerset tha se një trup I gjetur në rajonin e malit Bucegi, teksa besohet të jetë ai Smith. Familja e tij është informuar, do të bëhen përpjekje për ta kthyer trupin e Smith në Mbretërinë e Bashkuar sapo të kryhet identifikimi zyrtar. Studenti bëhet me dije se është nisur nga Pojana, Brasov, duke u drejtuar për në Bran. Ai arriti në Tiganesi, ku bëri një telefonat emergjente për ndihmë. Në ato kohë ekipet e shpëtimit thanë se ai ndodhej në një zonë malore shumë të izoluar dhe të vështirë për t'u arritur, dhe kushtet e motit ishin jashtëzakonisht të rënda me erra të forta, rreshje të dendura dëbore dhe mjergull të dendur. Sebastian Marinescu nga shërbimi I shpëtimit malor të zonës tha për BBC-n se 18 vjeçari ishte I çorientuar, I raskapitur fizikisht dhe tashmë tregonte shenja hipotermie kur morën thirrjen e urgjencës.